Mirëmëngjesi, ikim në punë. Është ditë e premte. Sot është 7 marsi dhe duhet i uroj të gjithë mësuesve të mësuar festën e 7 marsit dhe qofshin të palodhur. Neve sot duhemi të puna deri nga ora 12, pasi kemi aktivitet me fëmijët dhe më pas jemi tek një drek që do të hamë kolegët. Dhe mendova që të hap kamerën dhe t'ju marrë me vete sot edhe nesër, pasi do ketë, ose më saktë do kem aktivitete dhe do kem se çfarë t'ju tregoj. 2900, ose e mbaj mend. Gjashtë edhe 4 këtu 10, në rregull. Me gjitha to. Keni festën sot? Ka gëzuar. Faleminderit. Mirupafshi. Ja ku jam sërish pas mëngjesit. Mbaruam tek puna edhe kam ikur direkt. Kam rregulluar pak flokët me kapit e nderitave të shtëpia. Mora edhe Roanin nga shkolla dhe tani po ikim tek festa që do të bëjmë me kolegët. Kam menduar t'ju marrë edhe juve në disa fragmente të shkurtra, pasi duhet të ruajmë edhe privatësinë e gjithsecilit, kështu që nëse mund të filmoj aq shumë. Oj tefta! Ama ju li qa bërë, Si t'kam? po ikën e. Po ike. Iku tha tefta. Si Ç'kemi? Po ikim një njërë. A e mirë, ha. Ciao. Rrofsh. Është pas disa ditësh, nuk ju kam treguar më shumë, pasi me sa kuptoj kam një grip që më vjen vërdall dhe nuk është se kam qenë shumë në Terezi. Përveç kësaj gjendjes që kam pasur, jam marrë edhe me punë shtëpie, do me thënë që këto 3 ditë që mbajti koha, unë kam larë çdo gjë në shtëpi, perde, tapet, rroba, kam shkarkuar të gjithë dollapin, e kam larë dhe e kam e kuros, kështu që kam pas me çfarë të merrem edhe nuk më është dukur shumë interesante për ta ndarë me ju. Gjithsesi, ja ku jam sërish edhe tani dua t'ju tregoj disa gjëra që kam marrë tek Perderei në Elbasan. Nuk është hera e parë që marr aty, sepse atje kam marrë edhe perden bezh që e keni parë. Dhe tani do t'ju tregoj se çfarë mora. Përveç këtyre gjërave që do ju tregoj tani, kam marrë edhe një centro që e kisha vendosur tek tavolina e bukës edhe ndoshta e keni parë pak në fillim të videos. Tani si fillim dua t'ju tregoj këtë robe de chambre që unë kisha disa kohë që po e kërkoja dhe nuk kisha bërë mbar që ta blija. Dhe sa po e pash tek Perderei mora direkt, në fakt e doja të kuq, por ishte mbaruar ngjyra e kuqe dhe mora këtë rozin. Gjithashtu kam marrë edhe një peshqir koke, po në ngjyrë roz, që ti kombinoj të dyja bashk. Dhe kam marrë një jastëk, 2 jastëk. Kam marrë edhe 2 jastëk gjumi. Unë do ja u lë këtu faqen e Instagramit, ju që jeni në Elbasan mund të shkoni edhe te dyqani. Perderei operon në të gjithë Shqipërinë dhe mund të bëni porosi çfarëdo lloj gjëje që të dëshironi. Mjafton të shkruani
në Instagram edhe ju vjen porosia në shtëpi. Kam marrë dhe ca gjingla nga Temu, në fakt më ka ardhur një porosi nga Temu, por e kam hapur dhe nuk e di nëse do mundem t'i mbledh të gjitha për t'i treguar, por disa gjingla i kam këtu afër dhe mund t'ja u tregoj. E le të fillojmë përveç këtyre vëdhve që kam marrë këto, që janë goxha të mëdhenj dhe janë për raste sigurisht. Pastaj kam marrë përsëri të tillë, por në ngjyrë e zezë. Kam marrë edhe këto që janë me zemra dhe janë shumë të bukura. Dhe pastaj kam marrë disa gjingla të tjera tek Pull&Bear. Dhe janë këto buzylykët. Do me thënë, kjo ka qenë java e gjinglave, sepse çfarë nuk kam marrë budalliqe të kota dhe që nuk më duhen më. Jam gja plot me këto gjërat. Këtë herë kam tepruar dhe kështu që nuk mendoj që do më duhen më gjërat e tilla dhe këtu kam ornaza. Janë 4 ornaza të ndryshme, janë këto, me gura, pastaj janë edhe këto që janë pak më të thjeshta dhe janë me buzë dhe kështu. Pastaj kam marrë edhe këtë buzylykun tjetër që ka dalë super në modë dhe që tani me këtë rob dyshambërin që kam veshur unë nuk shkon, por që do shikoni në një tjetër kombinim. Dhe tjetër kam për t'ju treguar disa gjëra make-upi që kam lërë së fundmi dhe kisha shumë qejf të ndaja me ju. Kam marrë kam marrë edhe këtë kapsen në Temu që është shumë e bukur. Po lexoja një mesazh në Instagram. Kam marrë setting powderin e Hudës, këtë lipstickun, kam marrë këtë blushin e Too Faced. Gjallë, bezë, miell grori, pak miell mistri, kos edhe këtu. Kemi bërë vezë të kuqe. Pastaj këtu kam ato që simbolizojnë ditën e verës, fiq edhe arra. Nuk e di se çfarë po bëhet me këtë vlogun, të them të drejtën, por siç e pati jemi duke përgatitur gjërat e ditës së verës, që është nesër, dhe sot jemi në 13 në darkë. Unë kam qenë në punë edhe mbas dite jam marrë pak me Roanin sepse ka qenë sëmur me temperaturë dhe nuk ka ikur në shkollë sot. Dhe shumë vonë nga ora 8 më desh të dila të merra disa gjëra që më duheshin. Edhe tani që kam nisur t'i pjek, ose më saktë nuk i kam nisur akoma, i kam në tepsi sepse kam ndezur furrën që të nxehet. Është ora diku tek 9 e darkës dhe kështu që do ta kem një natë të gjatë. Tani që jam duke pritur të nxehet tava, merrem pak me sistemimin aty tek kuzhina, sepse siç e shikoni është një rrëmuj e vërtet. Shpresoj që të dalin të mira, sepse vjet nuk është se më kam pëlqyer dhe nuk dolën ashtu si unë doja, përgjithsisht më dalin të mira, por vjet nuk më ka pëlqyer dhe kështu që shpresoj që këtë vit t'ja vlej. Nesër nuk është se kemi akoma ndonjë plan, sepse siç ju thash, Roani është pa qefe dhe do shikojmë se si do heci gjatë natës, por nëse Roani do bëhet mirë, me patjetër do dalim diku piknik, siç kemi dalë edhe vitin e kaluar, dhe do të bëjmë zgar. Dhe këtu kemi Roanin që ka qenë gjithë ditën te ky vendi. Para se ti kësh të çoni, dua të tregoj një gjë.
Oh my gosh! Ja, do të bëjmë Se di. verore. Por përpara se të ulem të bëj këto, duhet të heq ato që kam futur në tavë, sepse më digjen edhe problemin unë aty kam tek pjekja, pasi soba e furrës më është prishur edhe jam duke i pjekur në një tavë. Mirëmëngjesi, jemi nga dita tjetër dhe jemi duke u bërë gati për të ikur në ku do ikim? Piknik. Në piknik. Do ikim tek Liçen e Zambagëve. me kë? Me Agimi dhe me ime. Kush është Agimi? Kush është Agimi? Po ti s'di çfarë ke Agimin? E di. Xhaxhu. Xhaxhe, dhe me nusë. Kemi një roba qëtë sa shpi që nuk më rëvullo. E gërgjeshë vetëm. Jam në përfundim. Ishte shumë e vështirë të zgjidhja se çfarë do të vesh, por si përfundim vendosa të vesh këtë këmishën edhe një palë gjinse dhe do ta vesh me çizmet cowboy sepse mendoj që shkon me familje ku do ikim neve, duke qenë se është mbyll. Dhe atje do ketë fest nga bashkia dhe do jenë disa këngëtar. Tani, duhet ta mbyll dhe të bëj gati disa gjëra që duhet të marrim me vete. Im shoq dhe Roani kanë ikur tek marketi të marrin disa gjëra, pije dhe do të marrin mish për zgar. Shifemi sërish më vonë. Jote. Tek kështu ka ditë. Skena para. Kena lidhme. Po i barishtja çash aty. Kam lënë unë ja. Dhe shile nga ka qenë zasinja. Njëri. Ha? Kemi ardhur tek liçeni i Zambagëve ose ndryshe quhet tek liçeni i Dushkut. Menduam që do kishte më shumë njerëz, por nuk është se ka edhe aq shumë. Gjithsesi gjetëm lopët dhe atje poshtë kemi ku janë delet. Kemi edhe dele. Ndërkohë do ju tregoj pak se ku i kemi çunat që po pjekin mishin në zgar.
falë. Na jep pak prush. Na jep i qik prush. Po e si pan të zilave. Ma në këto da të këtu. Aj buri. Hajde na Meksik. Vamos. Ah. Adiós, muy porina. Grandelina. Señor.